Si të dalloni nëse buka që blini është me ngjyrues ose jo? Për të rinjt dhe të rriturit, konsumi i bukës është shumë i rëndësishëm për shëndetin. Studime të shumta kanë provuar vlerat e tyre në reduktimin e këtyre problemeve në organizëm. Karbohidratet dhe mineralet që përmban buka mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të prekjes nga sulmi në zemër, diabeti, tensioni i lartë i gjakut, madje edhe mbipesha. Por lajmet e fundit në lidhje me sigurinë e ushqyesve të ushqimeve të buka kanë ngritur shumë probleme. Në industrinë e ushqimeve ka disa lloje të ndryshme të ngjyruesve, të cilët zakonisht përdoren për t'i bërë produkte të ndryshme më të rrejtëse për syrin, por edhe jetëgjatësia e tyre të jetë më e madhe. Për të parë nëse buka juaj ka ngjyrues, merrni tulin e saj dhe e vendosni në një gotë ujë. Nëse buka e zezë përhap të gjithë ngjyrën e saj në ujin që është lëshuar, atëherë dijeni se ajo mund të jetë e procesuar me ngjyrues të tjerë dhe gjithashtu mund të ndikojë në përkeçësimin e organizmit tuaj. Zgjidhni bukë më cilësore për të konsumuar vazhdimisht dhe gjithmonë në sasinë e duhur.